por është folur 4 orë në këtë parlament dhe nuk u tha një gjysmë fjale për një ngjarje shumë të rëndë që ka pushtuar mediat, që ka të bëjë në fakt me një çështje që ka prekur pjesën më të madhe të qytetarëve shqiptar. Dhe kjo ka ndodhur sidomos fal pushtetarëve dhe politikanëve të korruptuar. Tani, kjo këtu është një pamje që tregon se si dhunohet një qytetar, ndërkohë që Taulanti zgërdhiet. Taulant, e ke parë të grushtin Taulant? Ky djali që rajnë këtu Taulant me grushta, është ky këtu, është një 19 vjeçar. Është një 19 vjeçar. Është një 19 vjeçar që mbron pronën e vet, ku ka lindur, ku ka jetuar, ku është rritur. E mbron, ndërkohë që ju ja keni vjedhur. 150 hektar i keni marrë gjithë fshatit. Ja ka marrë ish drejtori hipotekës Taulant. Ish drejtori hipotekës. Pasi keni vjedhur pronën, tani po i dhunoni. E di me kë ja ka marrë Taulant? Ja ka marrë me atë që Belinda Balluku përmendte në përgjim dhe thoshte, i kemi bërë nderin e jetës, i kemi dhënë rrugën Thuman Kashar, 1.3 miliard. Adi Qose, keni fjallën. Kudo? Të lutem Ulu e sqaron sekretaria. Uluni Merita, të lutem a sqaroka. Zoti Shehaj, vazhdoni edhe 2 minuta. Vazhdo. Zoti Qose keni fjallën, dakord. Zoti Qose keni fjallën. Ka qytetarë që po dhunohen nga policia e shtetit, nga policia private. Adi Qose keni fjallën, ju lutem. Dhe vini këtu e bëni teatër. Duhet ju vit tur. E kuptoni apo jo? Duhet ju vit tur. Ndërkohë që këta Zoti Qose keni fjallën, ju lutem. Po i mishin keni vjedhur pronën. Po dhe po i dhunon. Nuk i ke pa video. Zoti Shehaj, ju të rreq vëmendjen. Zoti Shehaj, keni vërejtje për sot? Zoti Shehaj, ju heq të drejtën e fjalës? Zoti Shehaj, përjashtoheni nga seanca plenare.
Zoti Sheaj, përjashtoheni nga seanca plenare. Ju lutem, Zoti Sheaj, jeni përjashtuar nga seanca plenare. Zoti Qose, më keni fjalë. Minuta pushim.